Përshëndetje të dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për diskutuar një nga temat e cila në fakt duket sikur nuk është prekur shumë, ose për më stan që nuk është prekur fare. Duket se kryeministri Rama, pavarësisht se ka nisur vitin 2026 me protestat që janë bërë para kryeministrisë, një prej çështjeve kryesore që i ka trokitur dhe po i troket në derë është çështja e arrestimit Belinda Ballukut. Duket se SPAK po vazhdon përsëri, po ndërkohë që SPAK vazhdon të këmbgul dhe t'i lejë afat kryeministit Rama për dorëzuar imunitetin e zonjës Balluku, në anën tjetër, Partia Demokratike duket se po vazhdon paralelisht me SPAK për të goditur zëvendës kryeministren e Shqipërisë, e cila në fakt vetëm disa ditë më parë shpërndau përsëri 90 milion euro. Një sfidë e hapur ndaj SPAK, një sfidë e hapur që tregon pushteti politik deri në këto momente, duket sikur nuk e përfilla atë çfarë po ndodh në SPAK, por gjithashtu dhe vet Gazmend Bardhi, njeriu i cili e ka pasur zonjën Belinda Balluku kundërshtare në qarkun e Fierit, duket se kur nuk po ndalon. Ditën e sotme i ka bërë thirrje SPAK-u të arrestoj zonjën Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe ministret e energjetikës. Sigur mos mjafton dhe vetëm kjo thirrje, i është drejtuar dhe ambasadës amerikane, edhe partnerëve strategjik që të mbështesin dhe të ndikojnë që Edi Rama të lëshojë numrin 2 të qeverisë. Një situatë e cila duket se vetë kryeministri Rama tashmë po ndodhet në një krizë që nuk është përballur në asnjë moment. Për shkak se koha ka treguar që vetë kryeministri Rama, bashkëpunëtorët e vet, cilët kanë pasur probleme me drejtsinë, i ka dorëzuar. I ka dorëzuar para se atyre të hidheshin prangat ose para se dilte lajmërimi që SPAK ju kishte vajtur në derë të shtëpisë. Rasti Belinda Ballukut është një rast komplet tjetër dhe tashmë duket se jo vetëm mund të ketë një krizë institucionale, por mund të ketë edhe përplasje midis pushteteve. Por, sikur mos mjaftonte gjithë kjo panoramë, Gazmend Bardhi nuk po tërheq dorë dhe nuk po tërhiqet pas. Këtë do diskutojmë ditën e sotme, do diskutojmë edhe dorën e shtrirë që ka pasur zoti Berisha ndaj partive opozitare për të arritur në fakt një koalicion të përbashkët, ka thënë zoti Berisha, kundrejt së keqes madhe që është Edi Rama, por gjithashtu edhe dhunën ndaj Adriatik Lapajt. Do diskutojmë në këto tre perspektiva së bashku me Marsit Gupin dhe Anëri Balën për të ndarë në fakt secili këndvështrimet tona. Do doja të pyesja Marsidin sa mund të qëndrojë një thirrje politike që arrestoni SPAK, SPAK të arrestoj Belinda Ballukun, ka baza ligjore, është thirrje politike, ti vetë si e pe? Shiko normal, pa dashur të futem në procedurë ligjore, por duke marrë në konceptin e dekriptimit të thjeshtësuar ose për ta bërë më të thjeshtë, ideja ashtu që në rastin e zonjës Balluku, ne kemi të bëjmë me fenomenin kryesor që për cilin ndërmor reforma në drejtësi, për cilin krijua SPAK-u, ose mbi atë që u perceptua si pritshmëri e shqiptarëve, që ishte kultura e ndëshkimit të zyrtarëve të lartë dhe të grupeve të fuqishme kriminale. Dhe kur vjen puna në përplasjen midis sistemit drejtësisë dhe një subjekti që mund të jetë zyrtar i lartë, qoftë ky zëvendës kryeministër, ministër, kryetar bashkie e tjerë, kemi të bëjmë me përplasjen e dy interesave. Një është interesi publik dhe fenomeni ose kultura ndëshkimit, e dyta është mossunueshmëria ose supremacia e pushtetit politik. Mënyra se kupton këtë përplasje është që kemi të bëjmë me dy kampe. Njëri kamp ka interesin publik dhe idenë e cënimit ose të rrëzimit të idesë të paprekshmërisë së figurave të larta politike, dhe grupi tjetër lufton që enturazhi ose leadershipi politik ose elitat politike të mos cirkulojnë, të mos lëvizin, madje të jenë paprekshme. Pse e shikoj në këtë pikpamje ose pse e them në këtë lloj forme? E mendoj këtë perspektivë sepse nuk e mendoj që ne jemi në një sistem të kulluar demokracie, ku të drejtat dhe liritë e qytetarëve të thjeshtë ose atyre njerëzve që bëjnë pjesë në katet e ulët të ashensorit social janë të garantuara, dhe ne tashmë kemi të bëjmë me përplasjen e grupeve të mëdha ose të interesave të mëdha ku vihet në pikpyetje cënëshmëria e subjekteve të fuqishme. Unë mendoj që sistemi i mirë drejtësie është ai që në radhë parë garanton më të dobtin. Dhe nuk mendoj që ne kemi arritur në atë stad ku të dobtit mirë që janë garantuar, po tashmë këtu loja e madhe luhet në tryezën e përplasjes së tre pushteteve, dhe këtu ka synime madje interesa politike për të cënuar zyrtar të lartë. Edhe jemi në kohën ku krijohen kurthe
ose skema politike që si dëmtojnë një figurë në mënyrë që të vijë një figurë tjetër, ose sistemi i drejtësisë bëhet palë me grupe të caktuara politike për të bërë zëvendësime pushteti. Pra, si thua, goditet mazhoranca me idenë që të përfitojë një entitet tjetër politik. Unë nuk e besoj që jemi këtë standard. Unë besoj që jemi në standardin ku duhet të emancipohet kulturalisht shoqëria shqiptare që nuk ka të paprekshëm, dhe kjo garantohet duke u ndërmarrë procedurat e jashtëzakonshme për situatat e jashtëzakonshme, sepse rastet ekstreme kërkojnë zgjidhje ekstreme. Në rastin në fjalë ne kemi të bëjmë me evidentimin e disa bisedave, të cilat përbëjnë prova dhe fakte, ku zëvendës kryeministra dhe ministra e transportit, energjetikës dhe infrastrukturës ka folur me drejtorin e ARSH, zotin Ervis Berberi. Dhe në biseda evidentojnë të paktën konsumimi i figurës veprës penale, shkelja e barazisë në tendra, ndërhyrja dhe madje dhe ideja e ndarjes së favoreve politike ku ndër fundit është zbuluar dhe interesi për ndihmuar një nga oligarkët e vendit, i cili është i përfshirë në koncesione rrugësh, në biznesin e ndërtimit, po ashtu dhe si pronar media. Tani ideja që krijohet është këtu. Kujt i ndodh padrejësia? I ndodh interesit publik nëse nëpërmjet procedurës dhe justifikimeve dhe paradokseve politike një zyrtar i cili perceptohet si korruptuar të vazhdojë të ushtrojë detyrën dhe të mbrohet me institute ligjore të idesje, kjo mas sigurimi nuk mund të ndërmerret, cënon ekzekutivin, s'mund pezullohet ose prit njerëz sepse nuk ka prova të arsyeshme, të dënohet etj, ose faqja e drejtësisë ose akta akuza është 18 faqe dhe nuk mund të lexohet dhe duhet kohë më e mjaftueshme, apo duhet të ndërmerren veprime direkte për shkak sepse elitat politike në Shqipëri kanë vështirë qarkullojnë, gjendja ekonomike, gjendja politike dhe sistemi demokratik shqiptar nuk është në nivelin e pritshmërive që ka pasur impakti publik mas periudhës së tranzicionit, apo realisht jemi në një sistem demokracie të kulluar ku e vetma gjë që duhet të ruajmë është kur përplasen 3 pushtete. Unë mendoj që pikërisht edhe që nga koha e Montesquieu, synimi i prevalimit të luftës 3 pushteteve është sepse ekuilibrat e interesit të drejtësisë ruhen kur ti një ambicie i vë përballë një ambicie tjetër. Ambicjes të ekzekutivit i vë përballë ambicien e legjislativit. Ambicjes të legjislativit i vë përballë ambicien e sistemit drejtësisë. Dhe çfarë ndodh nëpërmjet kësaj përplasje, që është një përplasje lineare dhe vazhdueshme në kohë, ti ruhen ekuilibrat e harmonisë së funksionimit të shtetit. Në moment që një pushtet i caktuar tenton të prevalojë në raport me pushtetet e tjera, dhe këto kanë fjalën pikërisht për elitën politike dhe pikërisht për diskurin që ndërmerr kryeministri Rama, unë mendoj që këtu atëherë kemi 2 kampe për të mos e ngarkuar kot me narrativa dhe me argumente. Ose do prevalojë interesi publik dhe kultura e ndëshkimit funksionarëve të lartë korruptuar, ose do prevalojë mbrojtja e tyre nëpërmjet instituteve ligjore, justifikimeve politike ose konspiracioneve të mëdha në të cilin synohet që të zvendësohet një pushtet politik me një pushtet tjetër. Unë kështu e shikoj dhe iniciativa e sotme që ka marrë zoti Bardhi është pikërisht që e ndan këtë kamp në këto 2 llogore. Ai thotë që përdesa sistemi i drejtësisë, përdesa institucioni i akuzës ka kërkuar ekzekutimin e masës së burgut pa fat për zonjën Balluku dhe përdesa ekziston një akt akuz, ne hiqet mandati dhe vazhdoi procesi gjyqësor. Ndërkohë që kampi tjetër, që është konkretisht Partia Socialiste, pretendon që s'është hiqet mandati. Ë? Nuk është hiqet mandati në rastin konkret, është nëse hiqet mandati përfundon burgë. Nuk ka si të vazhdoj procesi gjyqësor. Dakor, pra ata me ide që Po dhe mbajtja e mandatit nuk e pengon procesi gjyqësor. Andrej, po ta thjeshtosh 2 gjëra janë. Kur ka luftë, ose jemi me kulturën e ndëshkimit, ose jemi me idenë e zvarritjes së proceseve. Si jemi te kultura, mirë, je shumë e drejtë. Pikërisht për këtë u krijuar. Jo, nuk më kupton. Prandaj u vendosën 2 subjekte të veçanta. Si jemi te kultura e ndëshkimit. Kultura e ndëshkimit nuk ka ardhur akoma. Kultura e ndëshkimit është kur vazhdon procesi dhe ku zonja apo zotëria, qoftë ky politikan apo një njeri i zakonshëm, merr vendim nga gjykata që provohet fajësia e tij dhe dënohet për veprën penale. Nuk jemi te kultura e ndëshkimit, jemi te mund të ndërmerret kur ka dyshime të masa sigurimit nuk është ndëshkim. Masa sigurimit nuk është ndëshkim, është masë shtrënguese. Nuk është ndëshkimit. Po, ore, nuk ka ndëshkimit edhe momenti që procedohet penalisht është inicim i rrugës ndëshkimit dhe pa masë. Jam dakord, por edhe në gjendje të lirë. Në gjendje të lira as detyrim paraqitje jo, në gjendje të lirë. Pacienti nuk shkon në sallën e operacionit, ka si ekzekuton ai operacionin? Po sepse doktori s'ka bërë akoma, nuk e ka bërë akoma epikrizën për të parë nëse pacienti është i smur apo jo, se mund të marrësh një mjekim gabuar ti. Po nëpërmjet bisedave pra.
Po prit pra, po mirë pra është tjetër gjë. Dyshim në arsyeshëm. Është tjetër gjë nëpërmjet bisedave. Po te pacienti mund të marrësh me kim gabuar dhe nga një smundje e çon për një tjetër dhe mund të bësh më dëm se sa mund të riparosh duke e kuruar. Në rastin konkret, nuk kemi të kulturën ndëshkimit. Dhe kjo është kultura ndëshkimit në Shqipëri sot dhe gjithmonë në çdo lloj kohe, në çdo lloj sistemi e kemi pasur kulturë që shkojnë në burg ti, pastaj flasim bashkë. Sidomos tek penalet. Te penalet nuk ja del dot më njeri hiç në botë e para njerëz, sepse e dim si kanë qenë deri dje kanë funksionuar ku prokuror dhe gjyqtar janë palë. Bëm në vakim asë një vend botës që prokurori palër, janë palë. Ma shpjego që ta diskutojmë. Po sepse drejtësia në Shqipëri ka qenë mallpazari. Dhe heqja apo dhënia e drejtësisë ka qenë e bashkërënditur dhe me punën e prokurorisë dhe gjyqtarit, se avokati do bëni punën e tij për subjektin e kërkon pafajësi ose një gjykim të drejtë, se s'ka rëndësi të jetë i pafajshëm, po dhe në brenda fajësisë ka drejtësi. Pra, ti mund të kesh bërë një vepër penale, po për vepër penale dënohesh më shumë se ç'duhet dënohesh, ose të shtohen vepra penale që si ke bërë brenda asaj, dhe kjo është pa drejtësi. Pra, nëse do marrësh 10 vjet heqëlirie, fjala vjen, nuk është njësoj si të marrësh kot 18 vjet heqëlirie. Pra, këtu është thelbi dhe rëndësia e avokatit. Po ta presupozojmë të fajshëm subjektin, as i problem nuk kam, as për mua, as për kënd. Po nuk mund ta presupozojmë të fajshëm se do prokurori. Dhe nuk mund ta presupozojmë të fajshëm nëse është prokurori e i që e inicion, sigurisht prokurori duhet ta iniciojë se ai duhet provoj ka barrën e provës për ta provuar që personin fjalë është i fajshëm, po gjykata deri më sot kanë qenë palë. Palë o palë. Dhe avokatët deri më sot kanë qenë palë me këta të dy. Ka pas avokat që të kërkojnë lekët se mos ta prishin me prokurorin, marrëdhënie me prokurorin. Ka pas avokat që të kërkojnë para mos ta prishin marrëdhënien me gjyqtarin, se në gjyqi penal në Shqipëri ka qenë keske para. Nuk ka bo vaki një herë që të fitosh ti drejtën te kjo administrative apo civile, po, mund ta fitosh ti. Po te penale të dim shumë mirë se si funksionon. Po futen burg aty nuk ka shanse ti të kthej lekët shteti mo. Për ditë e burgut që ke bërë, nuk ka shanse do ta gjej një si dun ata, e si ta kenë dëshirën prokurori dhe gjyqtari, nuk bovaki që dalin në herë gabim ata. Ne mund të bëjmë analizë, unë kam dash, por nuk jam pas mundësi të bëjmë një analizë të gjitha gjyqeve penale në Shqipëri, të kuptosh se si këta janë kaq të mrekullueshëm këta prokurorët, apo s'ken Amerikë statistika siç e kanë në Shqipëri, që dënimi është pothuajse 90%, mos them 99%, po % brenda kontureve edhe unë. Nuk mund të jenë këta kaq perfekt që çdo subjekt e kanë pas të inkriminuar. Kaq të mirë kemi ne prokurorët sa i bie që nuk do të na paguajë Amerika neve as për reformën drejtësie, as për drejtsinë, as për asgjë. As nuk kemi as BE-n që ti kemi mbikëqyrës për reformën edhe për çdo gjë tjetër. Ne do t'japim ne asistencë ligjore se si do ta bëj Amerika dhe BE-ja hetimin dhe gjykimin. Se këta janë të pagabushëm. Nuk bë vaki një herë në botë, ka prokuror në Amerikë, prokurori ka fik avokatin, avokati ka frik pretencën e prokurorit, pra kur është një prokuror shumë i mirë dhe i aftë në këtë sens të, dhe një avokat që paguhet $2-3 milion për një çështje të caktuar. Po pra, dakord. Mi dridhen komët prokurorit. Më fal, flasim në kontekstin e të lutem. Të kam lërë pra për shtetet, më fal, të kam vlla. Nuk bën vaki në Amerikë që avokati të ketë partner prokurorin. Po normal. Po pra, as gjyqtarin, në pal, as që ta paguaj. A shumë bie garancia e sistemi e procesit gjyqtar? Nuk kemi sistem. Jo, ka rënë garancia ka 35 vite, 38, 40, 50 vite. S'ke garanci sistemi drejtësisë. Ne për këtë po flasim. Prandaj u ngrit populli kur vran gjyqtari, tha shumë mirë, bër që është çmenduri. Ta mendosh. Është çmenduri apo? Ta mendosh që një gjyqtar të vritet në sallë gjyqi, do është shumë mirë. Ja bën tani se është gjithë këta janë njerëzit me mlef, me komplekse, të frustruar nga kjo drejtësi që se kanë marrë kurrë. Nga po këta që u kanë rëmuar xhepat, po prap avokati u ka rëmuar xhepat për t'ia dhënë prokurorit apo t'ia dhënë për gjyqtarit, pa bërë asgjë ti, po ç'keti se kështu funksionon këtu. Do ta japësh lekë, ke bërë s'ke bërë, do ta japësh.
E heqim këto pastaj miqësitë, influencat e pushtetit mbi ashtu. Nuk bën vaki në botë që një gjyqtar ti të merrohet prokurorit. Nuk do të jetë spjerdh i gjyqtar amerikan prokurorit se kanë listë fare. S'bën vaki në botë. Në botë fundi maja e çdo sistemi është gjykata. Edhe tu te ne është gjykata kushtetuese që përfundon. Po gjyqtari është ai i fundit që i ve vulën. Kurse këtu janë bashkëpunëtorë gjithë. Tu janë gjithë palë. Tu s'ka pas gjyqe. Tu ka pas palë. Kush ka pas para? Pra ti ke frikë. Shkosh edhe në botë ashtu është. Po është frikë sepse ai zotëria të merr një avokat shumë të mirë specialist për të manipuluar në thonjza aty ku ka gepe, ku ka hapësira ligjore, veprën që ai ka bërë dhe ke frikë se fiton gjyqin sepse është avokat i aftë. Po nuk ke frikë se ai që ka para atje do japi miliona euro gjyqtarit që të fitojë gjyqin. Jo, nuk është kjo. Kurse këtu ke frikë se ti nuk përballesh dot për të fituar drejtën tënde. Ke frikë se po re me një, edhe për pronë, edhe për re me një që ka lidhje me pushtetin, ose ka para, ti e ke të sigurt që e humb gjyqin më. Ti një gjështin më minimale ti nuk e fiton dot. Këtu, kjo është, po ku ka drejtësi këtu? Pse po më flet Rama sot? Ore, në të sëmës dhe Rama, kush do me ditë për Rama? Nëse po më flasim për Ramën. Këtu. Nëse Rama flet për paraburgimet, Rama e ka për paraburgimet, e ka për se paktën ta kuptojnë se unë e preka dhe i qik me vinin, po e preka si moderator, nuk e preka si pjesë si që jemi në pjesë e emisionit. Po. Rama nuk flet fare kur ka fol dhe për ujë dhe për dritat dhe për kosin dhe për dhallën, nuk ka rëndësi. Nuk ka fol fare për që arrestoni ju se majni mbur kot, pastaj nisni hetimin. Ujë, drita, prona aty është e dukshme. Ne po flasim për hetime paraprake. Po, të rasti konkret i Ballukut, ku e shikon ti të problem, të kësaj garancie gjyqësore? Në rasti i Ballukut, non Ballukun. Ta them avokat gjyqtar ku dëgjojnë për punën parë. Jo, nuk po them. E marrim kontekstualizuar. Ja ta them, do kontekstualizuar tek Balluku. Balluku ta thash dhe e kam përsërit edhe këtu ku kemi qenë bashkë, nuk e ka bërë as Basha hetimin paraprak, as të kallëzimin. Po as hetimin paraprak, as kallëzimin, se do të bësh do të kesh investigim që ta çosh tjetën tin kallëzim. Po. Edhe ne si gazetarë ashtu bëjmë. Po kam bërë Arbia ka dhiju pra të punë në kallëzim. Dhe ka dalë edhe me fotot e tunelit dikur para që në 2000 mos gaboj as gaz bardhi. Unë besoj se ka rrjedhë informacionin nga Spaku dhe këta të dyja kanë marrë vesh që është kap telefoni Vis Berberit dhe bisedat me Bashortën, screenshotet. Sepse Vis Berberi është në kap mars 2024-s. Kallëzimi i Bashës dhe i gazit janë gusht shtator 2025. Janë i vite kusur mrapa. Prokuroria e posaçme në akt ekspertimin që ka gjetur te telefoni Vis Berberit, se ku ka ndikim që të kuptosh, te akti ekspertimi e vonoi 1 vit e 8 muaj. Që ta çonte në mas detyrim paraqitje. Harroje pezullimin, s'ka pezullimi akoma. Pra 1 vit e 8 muaj u bë akt ekspertimi i telefonit për ta çuar detyrim paraqitje zonjë dhe për të marrë pasaportën. Pra kaluan vite, muaj më saktë dhe viti, më shumë se 1 vit, po bëjnë 2 vit, ku zonja është në detyrë. Kandidoi në Fier, rifitoi Fierin me një rezultat për mbreslënës, u rikonfirmua nga zoti Rama, zëvendës kryeministre dhe deputet e parlamentit dhe ministre e transportit dhe prokuroria flinte gjumë. Prokuroria priste. Dhe ky nxitimi, prandaj unë shoh nxitimin e prokurorisë që nuk ka sens. Sepse nëse prokuroria do ishte në anën time, tënde dhe Termalit, në anën e qytetarëve, që mos tu shkatroni. Kto e ke për kulturën e ndëshkimit? Po, kjo është kultura e ndëshkimit, po. Si kultura e ndëshkimit nuk fillon kur fillon. Kultura e ndëshkimit nuk fillon. Fal, mos të ndërgëzoj. Jo, s'ka gjë. Mos e po pëlqen. Nëse do ishte në anën ton, do kishin kapur në fillim atë 5-6 muaj, pa shku fare bardhi me Bashën. As Agalliu, as Ariu apo kush do tjetër. S'ka nevojë aty, ti e ke tazë në telefon. E ke aty biseda. Pse nuk shkove ti? Ç'është ky akt ekspertimi 1 vit e 8 muaj ke pati? Ai vit e 8 muaj më mos zgjidhe fare deputete, zonës ministre, kryeministri mund të ishte në Dubai sot Belinda Balluku. Ku e pengonin këto Belinda Ballukun? Ku do e kapnin këta? 1 vit e 8 muaj. Dish janë 1 vit e 8 muaj dhe një jetë e tërë. Si e zgjidhen këta? Por dhe nëse këta janë në hall për xhepat tan, që janë në anën tonë këta, të parandaluar,
1 vit e 8 muaj kjo, a ka punuar kjo zonja si zëvendës ministre, deputet e Kombëtit të Shqipërisë? Po, ka punuar. A ka bërë tendera ministria e saj, rrugësh, kanalesh, a ku dëgjohun këta drejtorët e saj? A kanë bërë rrugë, ku dëgjohun çfarë kanë bërë çdo gjë tjetër? Këta biznesmenët pranë saj, a kanë punuar, çka kanë gjetur këtu? Deri tani? Me 1 vit e 8 muaj ti më jep mua detyrim paraqitje pasaportës, po pse s'ishte në nëntor krim? Ajo u kujtuan me lobin 4, me lotin 4 se thash lobi. Se më ka ngel kjo lobi. Nuk ishte krim ai? Është e njëjta gjë. Nga e njëjta prova. S'kan gjetë prova ekstra. A kupton, thjesht kanë shtuar, kanë hapur dyshojnë sepse edhe për lotin 4 është bërë po njëta praktik. Nuk janë provat, provat ishin aty. Pse ti fillon e ngarkon? Dhe çka ka gjyti, çka ka ky SPAK që është kaq i nxituar, pa u shprehur gjykata kushtetuese kur ka prit 1 vit e 8 muaj, e ka lënë detyrë të na vjedh sipas pretendive SPAK-ut dhe tani nxiton me vrap që ta doktor. Prandaj këtu është politike, nuk ka lidhje më pasaj me xhepatemi, se për xhepatemi nuk është rrugë xhepatemi hiç, është u marr për punët e veta. Me agjendën e vet, sikush është agjenda le ta shpjegoj SPAK-u. Unë nuk besoj se është agjenda që më intereson mua. Një, kjo. E dyta, me që këta janë kaq të mirë vlla. E kam thënë, Benet Beci më vlla. E thash në studion drejt e kishte thrit SPAK-u. Mund të ketë qenë rastësisë, besoj se e kanë thënë se e thashun. Benet Beci është e njëjti telefon? Është e njëjti telefon. Benet Beci është për të njëjtën çështje? Ka bisedu për para me Berberin? Pse është në detyrë Benet Beci? Sot është kryetari i Bashkisë Tiranë, nuk mund vjedhë aty te Shkodër. A nuk mund vjedhë te Bashkia e Shkodër Benet Beci? Mund mos vazhdoj të vjedhë, po vjedhë. Ndoshta. Atëherë nuk interesohet as për xhepat e taksapaguesve shkodran. Prokuroria posaçme edhe këtu nuk kemi më pastaj, nuk flasim më për kulturë ndëshkimi. Këtu kemi kulturë ndëshkimi kur duam ne. Dhe si duam ne. E mbajmë kur duam ne dhe e përdorim si duam ne. Dhe masat që janë marrë, qoftë ajo shtrënguese, dhe unë nuk i justifikoj fare masën arrest të zonjës. Pse aty ti provat po i ke pasur, i ke marrë, to 1 vit e 8 muaj, çka ke bërë? Ti ke drejt zinxhirin? Që pas ka rrezikshmëri të lartë ky personi që mund të prishë provat, mund ndikoj, se kanë futur këtë që ka folur me njerëz se ka ndikuar te ky pyrana të prishë se kanë këtë skemën. Ore, ato kanë qenë aty, ç'mund ke ti me prova? Ato bësh bër tenderi, ti ke marr praktikën e tenderit. Ç'lidhe ka aty se ç'a provash do prishi kjo? Do i vej flakën institucionit, do prishi kompjutra, ç'a do bëjmë? I ka marrë në shtëpi kompjuter. Ç'a ke bër 1 vit e 8 muaj më zotëri? Si e sifikon ti hetimin 1 vit e 8 muaj ndaj zonjës? Që ke dalë të përfundim. Kjo është që komprometon SPAK-un. Pra të thua që duket sikur janë palë antagoniste, po janë antagoniste. Jo, se janë komprometon SPAK-un. Unë po them që SPAK-u po bën lojë politike, nuk po bën fare lojën që na intereson neve për xhepat tanë. Çfarë qëllimi ka SPAK-u ta bëjë këtë moment? Se di pse po nuk e shpjegoj, apo nuk e njoh deri këtu jam unë. Unë nuk e njoh gjeopolitikën pasaj, nuk e njoh as interesat e vendit. Me fjalë, nuk jam te shërbimet sekrete. Unë jam tek gazetaria, unë lexoj faktet, unë lexoj se si është sjell se mund të them 7 variante interesave. Nëse ti shikon 3 kënd që nuk i lart që del. Se jam çik paqet në momentin që ta ku ti je i bindur, është delfina, është peshkaqen apo është ndër peshku tjetër. Nëse më është me shenjën. Që shikon mbi ujë, do të kesh atë argumentin nëse poshtë atë është shenjë përket në delfine apo në peshkaqeni. Ti kam 7 argumenta për atë. Problemi është nuk e di. Jo, por unë mund të jap 7 argumenta për atë. Problemi është se mund të gaboj te argumentat e mfal edhe e mbylla. Nuk është problemi Marsi, nuk është problemi se për kush po e luan lojën dhe për çfarë qëllimesh luhet loja. Ajo që unë smërruhet për kënd nga këto që lozin dhe ato që luajnë lojën, është që qëllimi im është të bëhet drejtësi. Pra, si për atë të mbaruarin atje që e kanë futur në qeli për një cigare ashash, dhe që s'ka mundësia i shkreti, mund tjetë edhe baba me fëmijës, du t'ja din fare, se pyshin fare, që shkoj familjar... me prindër të smurë, po, fëmijë, edhe familjar me prindër të smurë, me fëmijë të smurë, dhe ka fut atje dhe i qenë, dhe i ikin familjarët e tyre me qese në përduart, me që në për JVP ushqime, ku edhe mu mos kem bërfaj, kjo më intereson mua, dhe është një të sistem, i një të metod, do thua është ti, po pse shqetësohesh se kjo metod po bëhet të politika. Ore, po nuk po shqetësohem, po shqetësohet Rama sot se i ka ra për hise ose i ka ardhur vezën prapanis. Unë nuk po shqetësohem fare për të. Modeli që tha Rama mund të jetë i vonuar, mund të jetë i gabuar, mos jetë model që ai ka 1000 zeza për ta share, për shtyre, për të thënë maskara, që ti tani e shef ti
atë gjëmën që më ka ra mu gjithë të vite, mu më sketërëm fare më, po ti avokat, ti e shef më mirë se sa unë për diçmërinë e punës tënde. Mund t'i thush tjetër, problemi është legjitime apo jo? A është e drejtë apo jo? Ku ke pati në vend botës që ndodh, po ne kemi efektet e paraburgimit i kemi në masat 70% në burg, 80% në burg, të paraburgosur. Ku ka bërë vaki? Dhe del ministri thotë do të bëjë amnisti. Dalin të tjerë, pse bën ti amnisti se ti ja për këto që ka ore pall. E ke parë çfarë sistemi ke, se ne do të flasim mbi sistemin që kemi trashëguar dhe vazhdojmë ta mbajmë. Nuk mund të flas unë tani, nuk jam unë e zem në Danimark apo në Norvegji dhe them që pse bo ky presidenti apo kryeministri, më fal, e mbarova, kryeministri pse po bën amnisti se ç'a halli kanë këta. Jam në Shqipëri më valla. Tu janë burgjet me ka 4-5 veta ndonë me krevat marinari. Jam dakord me ty, po. Jo si e dakord me mua se. Po është edhe pretendim në gjë vllai. Ta them edhe diçka. Po. Jam dakord që ka dëme kolaterale çdo sistem. Se para të punë që edhe në Amerikë janë bërë dokumentare ku 12 veta teorisë kanë votuar pro ndëshkimit të njeriu që ka qenë i pafajshëm dhe është zbuluar mas 30 vite. Shqipërisë bova kjo. Po ky rast përjashtimor nuk e rezon sistemin. Jo, ky Shqipërisë ka bova kjo. Nuk e rezon sistemin. Më thuaj një njeri i pafajshëm që ka dalë në Shqipëri që është dënuar gabimisht. Fal, nëse njëri vdes operacion përveç kiq spital nga infermieri pse kjo rezon sistemin e shëndetësisë. Kjo është pjesë të caktuar ta rezojnë idenë. Jo, më fal. Kush më thuaj që të tharë, ore përveç këtij çka ka ky i bankës Shqipërisë që u kap Fullani. Ku ke pati një zyrtar tjetër ti që përveç zyrtarëve dalin Fullani su kap se pafajshëm doli. Po për këtë po them bra. Ke pani një qytetar ti që kanë mas kaq vite se kanë nxjerr pafajshëm dhe kanë marr para nga drejtësia penale, flasun festo. Po ky është problemi sot pa për këtë, pa ne duhet kultura ndëshkimi. Po pse e themi Rama se ke gabim? Kush pëtoton se kanë unë? Po pse do të arrestojmë nga ballukun e kur këta mund ta kenë gabim? Se çfarë nxitimi kanë këta të arrestojnë ballukun kur s'kishin nxitim? Tani do ta them këtu do të kesh. Mërsit. Që se di mas ide që ka piçi thelbi thelbi qëndron Marsit që neve duhet të analizojmë fjalët e Ramës. Çfarë ka thënë Rama? Rama ka thënë në momentin që çdo funksionar i Partisë Socialiste dhe i qeverisë sime do të ketë probleme me drejtësinë, unë e lëshoj, ka thënë. Këto janë fjalët e Ramës, janë fjalët e kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste. I ka lëshuar të gjithë, kur ka ardhur momenti, ka lëshuar Ameta, lëshoi Tahirin, Veliajn po ashtu, Ilir Beqajn po ashtu, Dakon po ashtu, e një ekip të tjerë që i ka dhe i mban pranë dhe i... Tani, Gazmend Bardhi është në gjithë drejtën e vetë politike, ti bëj thirrje drejtësisë të veproj. Çështja që ndron pse Rama duhet t'i japi këtë peshë dhe këtë krizë qeverisë vetë dhe Partisë Socialiste. Çfarë i trembet Rama? Se unë nuk marr në analizë sepse nuk jam jurist dhe nuk kam pas shqyrzotit punë me gjyqje edhe me dosje dhe nuk është ekspertiza ime, edhe nuk ju i fare. Unë analizoj politikisht. Politikisht është, a duhet Rama ta lëshoj një zëvendës kryeministri që spaku i ka vajte dera? Unë besoj që po. Jo vetëm duhet ta lëshoj, por duhet t'japi shembullin dhe të ndjeki me fjalët që ka thënë që çdo njeri... Se ta arrestoj fare vetë Ramën. Dhe çdo njeri i cili ka përballje me drejtësinë duhet t'i zgjidhë vetë punët e veta dhe mos t'i bëhet mburoj as Partia Socialiste dhe as kryeministri Rama. Ma fal, vetëm një sqarim se ju të du fort. Ajo që po diskutoj që mos ta ngatrojmë se thu po i bëhet mburoj. Ajo që po diskutojmë është, nuk po diskutojmë nëse zonja Balluku nuk po bën gjyqtarin askënd, është për burg apo jo. Nuk po diskutojmë nëse zonja Balluku ka vjedhur apo jo. Në këtë terma mund të flasim gjithsekush mund të kthej përgjigje ndryshe. Ne po diskutojmë që fazën e gjyqit apo dhe procedimit dhe gjykimit zonja ta bëj nga burgu apo nga jashtë. Dhe kjo ka diçka, më fal, të sqaroj me një fjali shumë të shkurtër. Kjo ka diçka, unë besoj është më e rëndë ta bëj nga jashtë se sa nga brenda. Dhe pse? Sepse brenda të gjithë këta që kanë rënë brenda kryesisht edhe kriminalet kur bin brenda përfitojnë nga masa nga llogaritë e paraburgimit në masën një ditë me një ditë e gjysmë. Po është kur është perceptimi që jam i fajshëm, a doli Lefter Koka tani, a doli nga qelia më burr.
bëri 4 vjet, zëri se bëri 6 vjet. Lefter Kokës u bën 2 dënime të tjera dhe çfarë dishte Lefter Koka ka dalë 2 muaj mbasi kishin mbaruar afatet e ekzekutivit. Po pse kështu? Po pse se qitën 2 muaj kur kishte kohën? Nëse, po këtë po them pra. Kjo është çështja. Dhe më fal Erman, nuk po flitet për dënimin apo jo. Ne po flasim. Po flas politikisht çfarë duhet bëjë. Politikisht, Nuk më intereson fare dënimi i zonës Balluku. Politikisht. Politikisht, unë mendoj që Rama duhet ta lëshoj. Po pse më vëlla? Duhet ta lëshoj sepse vetë Rama ka thënë kush ka punë me drejtsinë unë nuk i bëhem buroj. Tani ndryshe ka thënë ndryshe bën. Dhe vetë qeveria e tij tani kur Spaku i ka shkuar te dera, para 6 ditësh përsëri zonja Balluku ka shpërndar 90 milion euro. Po them unë gjë që në fund ditës sepse e nxjerr gjykata. Por nëse qëndroj mbi diskurse politike dhe mbi atë se vetë s'e na lë punën më së shumë punë. Po dakord Anri, por kur vetë kryeministri Rama ka thënë që unë do të jem mbështetësi i drejtësisë, kur vetë ka proklamuar që ky është mbështetësi i drejtësisë, dashnori i drejtësisë, në anën tjetër kur ky vetë me të tjerë shumë vetëm i drejtësisë është. Po dakord, po kështu ka proklamuar ai. Dhe kur të tjerët ai kanë ndjekur dhe ka thënë me plot gojë që të shkojnë të përballen me drejtësinë, këtu lind pyetja, pse Rama po e mbyll çaj trembet Rama? Pra çaj friksohet Rama? Se këtu nuk mund, domethënë zonja Balluku nuk është një njeri si gjithë ne. Po. Zonja Balluku pa mund të trembet Rama ato pikave që thash unë edhe ca pikave tjera? Për shembull fakti që drejtësia vepron me agjend? Po nuk besoj se... A ka drejt apo jo Rama të trembet për këtë? Shko, Rama di më shumë informacione se ne. Po mund ta di që bëj me agjend, pra. Këtu 2 aktorë janë politikë sot. Sali Berisha dhe Rama. Nëse Sali Berisha vepron ka brenda Spakut me agjend për goditur Ramën, atëherë hajde japim dorën Sali Berishës, siç nga njeriu më i fuqishëm, kur edhe ky kryeministër, se ç'a ti themi tjetër, nuk ka agjendë politike. Po. Në optikën time, se 2 aktorë janë. Sot që vendosin në lojën politike. Në një anë është Edi Rama, në një anë është Sali Berisha. S'ka aktor tjetër deri në këto momente që të imponohet apo në mbi vendoset. Nëse Rama pastaj. Thash aktor politik. Thash agjendë politike për të goditur Ramën, se kush e bën pastaj pa rëndësi. Po agjendë politike për goditur Ramën, këta janë se aktorët... Nuk është se do ata të godasin Ramën e do vi për shembull do thonë kam prej që të bëjmë kryeministër, se godita Ramën. S'ka në një... Jo. Kjo s'ndodh. Që të bëhet ditar. Ose që të bëhet pas Altin Dumani, si do bëhet? Nuk them bëhet njëri nga ata dhe po thotë që ne godasim Ramën, po do godasim edhe u tjerëve nëse s'veni mu kryeministër, se s'ka ashu i bie pasaj që kemi akoma në kohën e monarkive. Po shih. Po sa është tash? Po për zotin jemi më keq. Beso mua atë që jemi më keq. Po ma shpjego që ta besoj. Jemi më keq. Për sa kohë, kjo pra është që thash. Jemi më keq për sa kohë këtu nuk bëhet drejtësi. Shpjegimi është i qartë. Në raport me unë që kam me drejtësi, unë kam thënë. Ti pretendon. Unë pretendoj, ja që pretendoj të them. Po për ata unë e kam, për ata. Ti pretendon që këta janë një entitet vëlla, që shfrytëzojnë premisat e drejtësisë për të bërë entitet politik. Jo këta mor, jo këta më vet, jo Spaku më jo. Po kush Spaku? Spaku zgjatim pa njerëzve të caktuar, po mund të jetë do të jetë politike ndërkombëtare, po. Edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara. Për të goditur Ramën, çka ka këtu? Po. Se nuk kanë metodë tjetër për ta goditur. Ore më fal, do presin kaq gjatë. Më fal një sekond. Pse Bardhi, se e lexova analizën e zotit Bardhi sot? Pse Bardhi lut te Amerika? Ama na e hiqni këtë. Po më thuaj më shpjegoti, po ç'pun ka Bardhi ti lutet Amerikës ta hiqin këtë se kanë artikulimin publik që gjasmë dhe Ramën do hiqin se shoqën Maduron. Ç'pun ka Rama Bardhi Maduron pra po ne ka diferencë shumë madhe me Maduron. Po them që ç'pun ka Bardhi ti lutet Amerikës për të hequr Ramën, ç'pun ka Amerika? Amerika nuk është në zgjedhje, as nuk është faktor politik këtu që kandidon zgjedhje. Nuk kemi asnjë kandidat, qoftë shqiptar apo amerikan që kandidon për postën e kryeministrit. Më kupton? Atëherë gjithë puna që bë. Pse nxjerrin këta eksponentë PD-s, nxjerrin video ku Rama shan Trumpin? A kupton? Jo se do vinë ata, nuk e beson, po nuk e besojnë ata. Po se po e shpikin dhe po e nxorën. Po një sekondë. Gjë që ka ndodhur është. Ore nuk më kupton dhe një herë. Pse këta e kanë këtë orientim? Nuk po them se s'ka ndodhur. Nëse ka gjën amerikane e marrin Ramën ata prej bythe e heqin me njerë. S'ka nevojë të përdorin as instrument. Nuk e marrin dot ashtu se ngatron ti, se nuk është Venezuelë. Jo, e marrin, po të duan ata, tani po të duan ata, nuk ka nevojë të përdorin tilla instrumente, se ata Ramën dalin
dalin e godasin publikisht edhe shkatrojnë komplet figurën e Ramës. Atë që po s'ka problem ta shkatër, nuk ore Rama, nuk ka nevojë që ta thot Amerika se është apo jo figurë shkatruar, se e gjykojnë vetë shqiptarët, edhe sikur na thot apo mos edhe ta heshti Amerika ose ku thot burri mirë, se kur ka thënë Amerika Rama burri mirë, po prit më tani si. Prit më i dashur, prit që të kuptosh çfarë dua të them. Kemi Biden, kemi pas dy president. Niko fare të shkurtër. Biden nuk ka thonë që është edhe Stalini burri mirë, ka thënë burri keq. Pse çfarë do thotë? Po për më keq e burri mirë, luftën dytë botërore kur rezultoi nazistët, pastaj mund të keq e burri keq. Po prandaj po them pra. Po prandaj po them kur ka thënë burri mirë, nuk besoj se shqiptarët mendonin se Rama ishte burri mirë. Po në atë kohë dhe menduan mbase disa. Kush? Po ka pasur njerëz të cilët kanë menduar. Çfarë? Që mund të ishte burri mirë. Domethënë janë ndikuar sepse ne si Po tani që ishte burri keq, pse s'u ndikuan që fitoi mandatet? Nuk ka lidhje njerëzit. njerëzit. Situatë shumë komplekse. Normal, nuk gënjej njerëzit nga Amerika, jemi as jemi të vjedhur apo të korruptuar burri dhe tani as do vit në Amerika me aeroplanat tregoj që sa i korruptuar jam. E bën drejtësia më normal. Prandaj vuri Amerika drejtësinë. Nuk kemi Venezuelën që na po Trumpi me Maduro nuk ran tratativa që sistemi i drejtësisë të ty do e bëjmë ne. Kishte o Andri, ne mund ta nënkuptojmë që këta i drejtohet edhe Bardhi apo kushdo prej tyre, i drejtohet tyre institucione sepse këto kanë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Bashkimit Evropian. Ata po them pra. Po këta i drejtohen sepse e shikojnë si një derë besueshë të besueshme ku mund trokasin, po kjo nuk ka lidhje me agjendën për të hequr Ramën me aktor të tretë. Po të duan për të hequr Ramën, ata e godasin në diplomaci. Rama sot në syt. Po kanë goditur atë në diplomaci. Nuk është se kanë goditur. Se kanë goditur, çai kanë bërë. Më thonë një deklaratë. Ke pa një foto me të për shembull një senator që takoi Rama? Ke pa një udhtim Ramës në Amerikë? E do Rama të udhtoj në Amerikë do, besoj. Vučićin për shembull ikën dot në Amerikë? Sikën dot. Po ata Rama në Europë bredh nga mëngjesi deri në darkë. Po janë gjeopolitika pra. Po jo, ata dalin me deklaratë, siç ja bën Berishës, që doni ta godisin sepse po Berishën dolën më mbrapa apo për tani se nuk dolën Berishën ditën e parë që erdhin poshtet e thanë këty do të godasin. Po ja bën në këtë kontekst. Pra, edhe Ramës, qofse ata duan, pra nuk është se spaku po i bën ai padrejtësi të madhe Ramës. Ore, në Shqipëri po të shpjegoj kanë mekanizmin, nuk po them se duan apo s'duan, ata po duan, bën çfarë duan. Edhe kemi e pam se si e bëjnë. Po them tjetër gjë, që këta e kanë vënë mekanizmin në Shqipëri, më kanë vënë drejtësinë. Ta bëj këtë gjë, pse do të dali vetë ai thotë që ta godas unë tani se dua unë. Kur ai ka mekanizma. Ku në gjyqje që janë bërë në Shqipëri, ata kanë pas pjesëtarët e tyre aty që kanë mbarvajtur, kanë qenë pjesë aktive në përgjigje, kanë parë se si kanë funksionuar gjykimi. S'ka nevojë ata të flasin më burri dhe jot. A kupton? Sepse se duan pastaj është më mirë mos ta duan, ky është temë tjetër, hajde flasim, sepse s'duhet të Rama, nuk po them që duhet të Rama, mbani Ramën. Po un po të shpjegoj tjetër gjë. Që në Shqipëria s'ka lidhje fare me Venezuelën në asnjë lloj aspekti fare. Është vend antar. Po thot gjë njëri që pra që po të duan ata e bën. Kjo është psikologji të doptit, për shembull, që një njeri që po shteti dopt jemi ne. Po një sekondë, po dakord, jemi shteti dopt se shteti dopt në krahasim me Amerikën janë gjithë vendet e botës. Po ne jemi edhe Kina që mban vetëm. Po ore mund të jesh fundi i fundeve, nuk ka rëndësi, përballë Amerikës i dobët. Kaq, nuk ka rëndësi. Dhe psikologjia më e fortë se ky i forti mund të bëjë çfarë doj, kjo është mendoj e gabuar dhe ata nuk e duan. Nuk e duan, mërë. Ne po themi i gjë që unë besoj që shëbat nuk e duan, mërë. Që këta mund bëjnë qatë duan. Jo, mërë, jo, ata s'kan bërë qatë deshen. Asë në Venezuelë nuk kanë bërë qëfar deshen, mërë. Po si e interpretojnë këta, më, se unë kam 1000 argumenta për këta dhe ti them, pse s'kan bërë qatë deshen, po kur të bëjmë emision për Venezuelën, pse ata nuk kanë bërë qëfar deshen. Kush të bërë të deshen Amerikanë? Shëbat, po, s'bërë qatë deshen, jo. Kanë luftu sistemi edhe, nuk luftun Madurën, ore. Ata kanë luftu raportet gjeopolitike që ndërtoi sistemi jo, zemra vllai. Jo, ajo që është gënjur, që është tallur sot me opinionin publik është se çfarë luftuat. Po pritet atë. Pa të bam pyetje më le ta them. Ajo që është bërë që është tallur me opinionin publik sot është thënë se Amerika ka shkuar atje, SBA ka shkuar atje për naftën. Amerika se po them për retorika që është përdorur, po them se është ti. Po pra, po pse s'është kjo? Se është dhe kjo. Nuk është se s'është, por nuk është kështu që ikën ato atje tani me kazma në përduar, me lopata do gërmojnë kanale që nxjerrin naftën. Jo, nuk është kështu fare. E para ja kanë pas kompanitë e tyre të naftës atje. Pronare që punon, kanë bërë investime, si ja kërkoj tani të rikthejnë investime. Problemi i naftës Venezuelë ishte çështje sistemi. Ato bllokuan sistemin.
Nuk ishte problemi se këta donë t'i marrin naftën Venezuelës. Këta Venezuela u kthy pengesë e gjithë sistemit të naftës. Mund të heqi dollarin nga. Siç ka gazin Rusia, që nisën sanksionet, është e njëjta logjikë më burr. Pra kur ti je ai që fuqishëm, sa mund dikosh sistemin dhe do ta prishësh dhe do të bashkëpunosh me Kinën, me Rusinë, atëherë ti po prish sistemin. Ti të ma kthen mua, për shembull, fakti që un kam është më fal të keqin këtu më është logjike më fortë. Jo, prit ja pra. Po ja pra ta them kush më i fortë. Jo, nëse ty të pihet ujë dhe un jam i vetmi në këtë dhomë që kam të shishën e ujë dhe un ty ta bllokoj dhe të vdesësh urie, do e marr me forcë. Jo me forcë, do të qash sistemin. Pse? Ma mandat shqiptarin që ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që privatizoi gjithë ilaçet e kundër HIV-it? Ma mandat të Marku që ishte ai, se ma mend, dhe i shiti e mori një ilaç që bënte zën fjalavi $1, e shiti $300, se s'kishte ai u kthy në grosist tregu. Dhe u dyndën gjithë amerikanët ta blinin se s'kishin në ku ta blinin. E arrestuan. Kjo është, ti nuk mund të prisësh një gjë që ti, prandaj nuk kam monopole, që unë kam të bëj unë tani e çoj ku duash prish sistemin. Ose sot për mbrojtjen e drejtës konsumatorëve, por unë kam në aspektin e gjeopolitikës dhe raportit. A se për gjeopolitikën e prish sistemin, po them të naftës së burr. Hoqën dollarin. U ndikuan në sistem, për sa kohë ti je vendi numër 2 në botë, i naftës, i fryrë dhe ti prish sistemin, tenton të prish sistemin dhe të penalizosh mua, unë do luftoj penalizimin më shumë. Nuk u bë që ato do ikin do groposin nxjerrin naftën në Venezuelë, se e përdorën kështu sikur tani këta e duan naftën, e lidhen me luftën në Irak, se këta tani jo do marrin naftën, jo nuk është ashtu fare. Bëhet fjalë për sistemin, siç e prishi Rusia kur hapi luftë me Ukrainën që bllokoi gazin, tha do i bllokoj gazin Gjermanisë, më thash, sepse ata kontrollin. A kupton? Nuk mund të jesh ti të mbash ti se do ti dhe bën çfarë do ti me çeketi. Pra unë këtë shishën e ujit që bën 50 lekë me lekët tona, ti je duke vdek për ujë, unë po dua ta jap, po dua sa jap. Dhe me që kam unë, me që ti s'ke ku gjen ujë, unë ta shes 400.000 lekë një shishe ujë që bën 50 lekë. Jam dakord një sekondë, kuptova premisën e gjykimit tënd dhe kuptova edhe mënyrën e ndarjes logjike. Dhe kuptoj edhe kontekstualizimin që i bëre situatës, sa temi situatën këtu. Pjesa e fushave është pak e ndryshme. Patjetër që është e ndryshme. Është e ndryshme shumë. Qëllimi është një. Qëllimi dhe funksionaliteti është një. Qëllimi i fortë do i bëjë atë që mundet, atë që do. Po. Se në fund të ditës, për të bërë interesat e tij. Për të bërë interesat e tij. Si OKB-ja, si Konventi Evropian i Drejtave të Njerëzit, si institucionet ndërkombëtare, gjithë janë krijimi i SBA-s, Anglisë, Rusisë, Kinës dhe dakordatës tyre vendeve. Absolutisht. Dhe normalisht kur unë krijoj një instrument, pra kur unë krijoj ku dëgjon një thik, një push, thika ose çekiçi ose gozhda ose çdo që unë krijoj nuk e poshtë krijuesin. Po. Njerëzimi, nuk e poshtë dot Zotin, po ta marrësh si shembull. Është krijesë, është e krijuar dhe është ka një funksion të caktuar. Kështu që ti të përdorësh standardet e drejtës ndërkombëtare në raportin e forcës, janë komplet dy fusha ndryshme. E para, e dyta, normalisht që një vend më i fuqishëm, le të themi ne sa duash të flasim në letërsi ose në aspekt estetik ose në aspekt etiko-moral, thelbi është që është fushë e ndryshme ajo ku luftohet nëpërmjet premisave morale dhe është fushë e ndryshme ajo ku luftohet nëpërmjet premisave të forcës. Unë e di që në marrëdhëniet politike, çfarë do thotë në fund ditës politik, ose çka ka kuptuar Aristoteli kur ka shpikur si fjalë, politikë dhe sistemi politik. Por njeriu është kafsh me arsye, po në fund të ditës është qenie natyrore që funksionon primordialiteti i forcës. Nuk e përshton dot ti forcën me idenë e gjykimit të aspektit të drejtave ose të përplasjes të drejtave. Absolutisht nuk thashun që. Dhe nëse prish një sistem, unë ta thash në fillim që është më i forti. Një sekond. Tani ideja për të ardhur në Shqipëri. Po ai nuk e përdor forcën me nënshtrim. Që ti bindesh forcës. Ti do të bindesh sistemit. Një sekond. Si funksionon? Dhe Shqipëri çfarë ndodh? Por mund të jetë një arsye. Po SBA-u ka ndërhyr si më të fortët. Ka ndërhyr për të stabilizuar, për ekuilibruar sistemin, se për më të fortët pastaj dalim te tjera koncepte. Në momentin SBA një nga aktorët botror që është për mos thënë i fortë? Është i fortë se është i fortë se është i fortë, po jo i fortë që e përdor forcën për të qenë i fortë. Më kupton çfarë do them? Pra, nëse ti i paljestruar dhe muskuloz. Po çfarë përdor forcën? Për të ushtryer, për të ushtryer fuqinë time, ose për çfarë përdor? Trupi duhet mirëmbahet. Meqenëse po më palestrën. Po nuk është servita forcë. Sa i vjen nga palestra, thoja. Si? Thelbi është këtu më. Thelbi sa do të them është këtu. Meqenëse po e përthyem raportin e forcës në Shqipëri. Nuk është thjesht çështje përplasje raportesh forcave dhe interesash, ndëshkimi i Ballukut ose qoftë edhe zvendësimi i Ramës, edhe sikur ti ndryrë siç e konsideron ti në pushtetin politik. Unë di them këtë gjë, që ka një përparësi kur ndodhi një ngjarje, një fenomen, secili shikon atë që do të shikoj, po në fund ditës prevalon një fenomen i madh. Ora shikon, mbase dikush
kur dikush ka nevojë, aktin humanitare bën sepse do duket i fuqishëm, unë kam prapë ndihmoj. Unë marr fenomenin që dua, që në fund ditës unë për shembull promovoj humanitetin, por që kjo si dhe dua. Mundoni shumë fenomena aty brenda. Mas edhe ai që mund paguhet si doktor mund të jetë një që sa ka nga bankat e shkollës, është doktori më i mirë. Mua më intereson të shpëtoj. Ti s'mund të shkatrosh funksionalitetin e procesit me idenë që ky vërtet u ndihmua, po ky dha para se desh tregonte që un kam para dhe jam i fuqishëm. Doktori që operoi sepse ishte doktor sa doli nga bankat e shkollës, bëri eksperiment dhe shqyr zoti që doli në rregull, kështu po ta bësh, po ta pjesëzosh një operacion dhe po ta relativizosh ose pra ti nëse nxjerr pjesa të duash. Ajo që po bën ti kjo është. Dhe në drejt more, dhe jo, më po them tjetër gjë. Ti ikën te mjeku. Ti thua nëse banu do shkohet, jam dakord që kjo po ka bërë fat shkojë në burg, po këtu qëllimi final. Jo, jam dakord as për këtë, mos e di, po këtë e vendos gjykata, unë nuk flas për këtë pjesë. S'jam të fol fare për këtë pjesë. Jam dakord që këta dënojnë, mos du dënojnë fare. Po pjesëzon. Pse? Po pjesëzon, pra mënyra si po shikon gjashtë, po shikon me fragmente.